إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga tekëqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën lënë humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, është risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Dhe zërë të ndëruar e këshilloj vetën dhe juve që t'ja kemë frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se nuk e qenë musliman. T'ja kemë frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mirë është në të keqen. Mirë po të silmi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Për çdo ditë jemi duke dëgjuar, jemi duke pa si po i përjetojmë vdekje të ndryshme. Njeriu shkon me fjet e nuk zgjohet. Njeriu është të qëndruar me ty edhe i bën defekt, e ka ndoshta arrest kardiak, e mundohesh me ndihmu ti apo edhe nëse ka mjek afër, mirë po disa minuta, mos të orë, edhe ndron jetë. Apo një njeri mund me dalë me vetur tina, e pas aksident dhe me vdek kraj dhe krejt kushin në atë vetur. E kjo më përkujton një ngjarje që nuk është as ajet kuranor, as nuk është hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është tregim i pejgamberit më parshëm që në fen ton bën me i transmetu, mirë pas mos me përgënjeshtru, as me marrë 100%, domethënë. Mirë po nëse ka në to dobi, s'prish punë me të transmetu. Tregohet se Davudi alayhi salatu wassalam me ka pas një ministër, një këshilltar, i cili kishte qenë këshilltar dhe ministër edhe i djalit të tij Sulejmanit. E u takonin çdo mëngjes në mezhlisin në takimin që kishin përbashkët, edhe një mëngjes natë kishte qenë një njeri i panjohshëm, i cili e veshtronte këtë vezirin, këtë ministrin, sa që dhe filloj mu shqetësu se qka është të më këqyrë kënjere. Edhe masë u kryjë me gjlisi, për afrohet Sulejmanit alayhi salatu wassalam, edhe po i thotë se një njeri ju në këqyrë me një sy shumë që ditë shumë, si kërëm së ditë ke kishte qëllimin të onë. Edhe po i tregon Sulejmanit se ai njeri ishte personifikuar me laqe vdekjes, kishte qenë me zesë me leve. Ai pe frikës vdekjes, po i kërkon Sulejmanit që me e urdhëron një erë, nga sa ta ishin në Palestinë të jetu atëherë,
me e qut një vend të largë, ku s'munët mu taku me qëtë melaqin e vdekjes. Edhe mundohet më jasëru Sulemani se nuk ka mundësi me ndodhë këtë çështje. Ai insiston edhe udhëron erën e qenë si me qunë një ndi, për atëherë ka qenë prej vendeve më të larta distanca Palestinë ndi, që është njoftër. Po të nesërën prapë në mezhlis po vjen i njëjti person. Melaqja e vdekjes e personifikuar në formë njeriu dhe po e pyet tash Sulemani se pse e këqërshe atë vezirin tim, atë ministrin tim. Të këqërsha nga se ishë në listë time m'ja marrë shpirtin pas drekës në një vend të largë, një ndi, ai që ndrënte në mezhlis me ty, e thesha si të vjen puna tash që unë e këmë dhënë marrë shpirtin atje. E kjo realisht e lypte vetë me shku në atë vend ku këmë dhënë shpirt. Ajo që po du me nxjerrë për këtë si rase dhe zëtë ndëruar është me kuptuar se vdekja është e pashmangshme. Gjithë ne kemi me vdekur. Vdekja është e shkruar, edhe koha, edhe vendi. Allahu Azza wa Jalla, kur e ka krijuar për herë të parë lapsin, i ka thonë shkruaj. Ka thonë që ka me shkru. Thotë shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i shpjegon etapat e formimit të fëmijës në barkun e nënës, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur plotësohet, domethënë forma e njeriu, pa ju dhënë shpirti, dërgohet në melaqe, edhe thjesht me 4 gjëra obligohet, që me shkrua rrezikun e atij fëmije, e gjelën e atij fëmije, punën e atij fëmije, mirë pa do tjetë i udhëzuar apo rrugën e Zotit devijuar. Pra thjesht çështja e vdekjes është e kryer, e caktuar, ndem ndoshta befasohemi kur shohim vdekjet një pas njëshme, mirë po çdo gjë është në regjistrin e Allahut Azza wa Jall, idha kulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Çdo popull e ka gjelën e vet, e ka afatin e vet. Kur vjen ai afat, as nuk mundet më shty, pas nuk ka mundësi më afru nga sa realisht është e shkruar. Mirë po ajo që njerën shqetëson nga të vërtetër se gjithë këto vdekje jam duke i pa, edhe vdekja është e pashmangshme, edhe njeriu fare nuk po çon kokën më u përgatit për atë ditë kur dalëm prej kësaj dunjaje. Po flasim për neve të shnoshët, se ai cili realisht është i smut, edhe ka ndoshta një smun tronë edhe kronike që e din që faktikisht veç i afrohet vdekjes, realisht për to pikpamja për jetën ndryshon. Nuk është si ai si na, runa Zotin njeriu i cili është i smut me kancer, nuk e shikon botën si on si ai. Nga se thjesht tjera preokupime ka tash, tjera prioritete ka tash. E mendon në ahiretin, e mendon vdekjen, e mendon takimin me Allahun Azza wa Jall. Edhe mendon thjesht me bëna i punë më të tepër të mirë, mu pendu te Allahu Azza wa Jall. M'ja kthy njerëzve haqet që i kanë këtë dunjë, mu hallashtis këtë dunjë, përkundrazi kur është njeriu i shënosh. Faktikisht ai as nuk më mendon fort mu pendu, as nuk mendon fort me bëj vepra të mira, thjesht ymydi i tij është i gatë se ku më rrugë gjatë, dunjaja e hen zemër, thosë do më komë të thon për herë këto, e kështu më radh, faktikisht ajo që të bën më shqetësoj jo pse njerëzit vdesin, jo pse njerëzit e kanë caktuar me vdek, mirë po që të shqetëson është se pse njerëzit e shohin këtë realitet për çdo ditë. Besa edhe këtë vdekjen e befasueshme, për çon ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është lloj pej kishajat kiametit. Po gjithmonë kanë vdek njerëzit domon kësaj forme. Mirë po në kohën sa të afrohem kiametit, këto vdekje veç shpeshtohen. Edhe e gjanë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpesh ka kërkuar te Allahu Azza wa Jalla mbrojtje që mos me pas kësi vdekje. E shek është ka kërkuar mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla që mos me vdek prej fundosjes, prej zjarrit, mos me nxon në ndërtesë,
mos me urzu për nalësijet mloja, që realisht përveç që jenë vdekje trona, gjithen pothuajse vdekjet befasishme. Apo ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka kërkuar mbrojtja min fujaati niqmatik, që me godit në mënyrë befasueshme deri në jetë, e ka për dietarëve kanë komentuar se është fjala për vdekje dhe befasueshme, që nxën gafil, që nxën pa përgatit. E thjesht kjo është realiteti që na shqetëson neve gjithë si musliman, po duhet me shqetësu çdo njeri se askush prej neve nuk e ka në garantuar se të tjerë po vdesin ai po shpëton. Mirë, po gjithë mirë e kem të njëjtin destinacion dhe te Allahu azza wa jalla jemi duke u kthy. Pra thjesht kjo duhet më na preokupu neve. Edhe pse tash masë ne njerëzit mund të thonë po a është vdekja e mirë dhe shpejt vdekja e mirë apo e keqe këtë më radh, realisht kjo varion për njerëzve. Ka mundësi që njeriu më koni devotshëm, me koni përgatit, ndoshta për ta vdekja e befasishme është lehtësim për shkak të kallim më pak. Mirë po dhe për të kom e pas diçka që s'ka mujt me kry një vasijet, ndoshta ka nis në projekt harit, s'ka mujt me kry në edin plot djetar, që faktikisht ka nis projekte, librat mënoja që deka i kanala s'ka mujt me kry. Mirë po, fatkecia është rruna zot me gjetë njeriun tjetër, i cili si ka punë kur qysh heq, as nuk ka namaz, as nuk ka agjerim, as nuk ka zeqat, as nuk ka haqj, as nuk ka sillet mirë ndaj prindrit, as ndaj fëmijët, as ndaj threfisit, për kontraze me kën ka kontakt, vetë zullum të ju bën njerëzve, që kyç ka me bë punës vet. Pra të vëllezër të nderuar, njeriu do të më mendon ngaherë çysh më i bën njeriu Zotit mëkat, të e ditë se shpirti jonë është dorë tina. Çysh njeriu i shkon mendja me bën mëkat, e të e ditë se afatin e ka caktuar, edhe vdekja është e pashmangshme. E fatkeqësia ndonjëherë më e madhe është se pishohem këtë vdekje, ndonjëherë po prezantojmë vëllezër të nderuar në këto varrime. E varrosim babën, e varrosim nonën, e varrosim vllahun, më dashit ton, na me durr tonë e qesim dhej atij njeriu. Edhe kthehem në shtëpi, edhe kthehem, domethënë rutinës jetësore, thua se s'ka ndodhur kur gjë. Gaher fatkeqësia më e madhe është se në këto varrime, tu e pa njërin tu varros, se na sot pe varrosim ata, nëse dikush që na varros neve, të shën njerëz të bën mohabet, e të kesh, e të fol për biznes, e kështu me radhë, me të vërtet ka janë njeriu është me ikën truni atën. Po thëmë, këto vdekje vëllezër të nderuar që po na ndodhin, e sidomos këto të rastishmet, se ai ka shku mendja pse Zoti s'na ka kallëzu ku kena me vdekje, kur kena me vdekje. Që mu përgadit se thjesht ka mundësi me të ardhur dhe vdekja e me të befasu, edhe me të gjetë pa përgatitur. Pra të njeriu vëllezër të nderuar duhet mi thirr mendjes edhe me çelishtin në kokë, edhe sa Zoti ka dhënë shëndet, edhe ka afat në këtë jetë që për me përmirësuat sa ka mundësi me përmirësu, me llogarit veten para se me llogarit dikush tjetër, me shtu veprat mira sa ka në mundësi, qofta e namaz, qofta e bamirësi, qofta e xherem, qofta e lexim Kuranit, më largu mëkateve sa të ka mundësi. Mu pendu të Allahu azza wa jall sa të ka mundësi, m'ja u kthy thash obligimet njerëzve dhe haçet që ja u ke marr, para se marr një ditë që realisht ma kthimi s'ku mu bë ma me pare, po mu ku bë me të mirat tua, apo do të ngarkohen mëkatet e tyre. Pra të vetë disohen vëllezër të nderuar, të përgatitëm për atë ditë e cila nuk ka shmangje, lutem Allahun azza wa jall që të na vetë disa në neve, na bën vetëdijshëm për këtë ditë që në ditë kena me dal para Allahut azza wa jall dhe kena me lëshu këtë botë, që të përgatitemi me veprat mira, se ato që do të shoqërojnë në natën e varrit dhe në jetën e përditshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, ne jemi në xhuman e fundit të muajit nëntor, po quhet Black Friday, e premtja e zezë.
ju kësha bën një pyetje, a guxon muslimani me e qenë gjumon ditë zezë? Kur ne e dim se gjumaja është dita më e mirë që ka lind diellin e të. Kur e dim se gjumaja është prej sebeve që na ushtryen mëkatet. Kur e dim që na ai i cili e lexon suratul Kahf ditën e gjumah i bëhet dritë deri në gjumahën e ardhshme. Kur e dim se realisht ditën e gjumah për çdo xhamie ka melaçe që i shkruajnë njerëzit të i vendindetojnë sa më herët që vjen në xhami. Ai i cili vdes ditën e gjumah ka mundësi që më shpëtu për dënimit varrit. E kështu me radhë e vlerat të ndryshme që realisht kanë ardhur për ditën e gjumah, që njeriu nuk guxon me shku mendje me mendu që ka ditë zezë, apo është gjumaja e zezë, se për gjumaja është dita më e mirë, domethënë e javës dhe e vitit. Pra më duhet me pas kujdes këto çështje të të nderuar, mos me kompi atyre që i pasojmë tjerë verbrisht. S'po them unë se nëse ka lirime mos me ble, nga se këta biznesmenat me mujt edhe shpikun, domethënë fesa që më shitsa më shumë. Ti shfrytëzo ble s'ka dush, ama mos i thuj e premte azez se gjumaja dita më e mirë që ka lind dielli. Kjo e para. E dyta vëllezër të nderuar, kjo gjumaja e fundit domethënë e nëntorit përkon 28 nëntorin ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Që realisht ka kulmue me domethënë kurrizimin e aspiratave shekullore jo të plota që s'paku një pjesë e madhe e trojave tona me u pavarësu. Edhe mu u bashku. Edhe faktikisht njeriu me dashur vendin e vet është natyrshmëri. Feja jonë nuk e ndrydh kur natyrshmërinë përderisa s'vjen ndesh me fen. Duke ja shtuar edhe tjetrën vëllezër të nderuar se ne edhe këtu edhe atje jemi me shumicë musliman. 70% jemi musliman. Edhe natyrshëm kur ti e bën një punë të mirë, edhe një pavarësi, edhe thjesht e forcon shtetin tënd, realisht kjo kultura jote, tradita jote, organizimi jot ku më reflektu natyrshëm domethënë në atë shoqërinë e krijon. Edhe kontributi i muslimanëve prej lidhjes Prizrenit, prej Imerit, domethënë Imer Prizrenit, e Haxhi Zekës, e Idris Xhilanit, e deri në kohën domethënë e fundit, faktikisht muslimanët janë brumi edhe i pavarësisë të Kosovës dhe të Shqipërisë. Edhe këto data njeriu duhet me i kujtu që më u unifiku, më u bashku, me punu për të mirën e vendit dhe fesë tonë. Ama edhe duhet me kënd zëshëm ndaj çdo kujt që këtë kartë shfrytëzon me përça. Që mundohet që këtë kombëtarizëm të identifikon me një fe, si kur na musliman shumicë me gjitha këto sakrifica nuk kem hise në këtë punë. E pratë ne e themi atyre të cilët janë me të vërtet tani minoriteti pa përfillshëm që keni kujdes. Mos i gjuni tjertë me gurë që ose e keni shtëpia të juaja prej xhamit. Mirë po edhe institucionet tona të sigurisë me të vërtet duhet mu merë në këtë fenomen i cili po e shqetëson shoqërinë tonë, edhe po shkakton përçarje, edhe i shërben interesave të armikut, e lutem Allahun Azza wa Jall që të na vëdësoj neve, që të ruajmë vendin tonë, shoqërinë tonë, fenë tonë, të ruajmë familjet tona, në përmirësoj gjendjen tonë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رد المسلمين للإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.